Një aksident i rëndrrugor është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë, pranë kryqëzimit të shkollës Ali Demi, në aksin rrugor që lidh këtë zonë me bulevardin Ismail Qemali, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe drejtuesve të mjeteve që ndodheshin aty pranë. Sipas informacioneve paraprake të siguruara nga burimet policore, një automjet tip Benz i drejtuar nga një njeri ka humbur kontrollin e drejtimit dhe ka përplasur fillimisht një mjet të parkuar në anë të rrugës. Përplasja e parë ka qenë e fortë, duke bërë që automjeti të vijojë lëvizjen dhe të godaste 4 automjete të tjera, njëra pas tjetrës, duke krijuar kështu një aksident zinxhir megjithse 6 automjete të përfshira. Ngjarja ka ndodhur rreth orëve të para të mëngjesit. Fatmirësisht, pavarësisht përmasave të aksidentit dhe dëmeve të konsiderueshme materiale, nga kjo ngjarje nuk raportohet për personat lëmduar. Drejtuesit e automjeteve të tjera nuk ndodheshin në mjetet e tyre në momentin e përplasjes, çka ka shmangur pasoja më të rënda në njerëz. Dëmet materiale sipas vlerësimeve paraprake janë të konsiderueshme, me disa mjete që kanë pësuar dëmtime të rënda në pjesën e përparme dhe në ansore. Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë rrugore, të cilat kanë bërë rrethimin e zonës dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Trafiku në këtë aks rrugor është bllokuar për disa minuta. Burime nga policia bëjnë me dije se po hetohet nëse shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara, humbja e kontrollit të mjetit apo ndonjë faktor tjetër si lodhja e drejtuesit apo përdorimi i alkoolit. Drejtuesi i automjetit tip Benz është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale dhe për t'u nënshtruar teksteve përkatëse. Ky aksident rikthen edhe një herë vëmendjet te problematika e sigurisë rrugore, veçanërisht në zonat urbane, ku shpejtësia dhe pakujdesia shpesh herë kthehen në faktor të rreziku serioz. Policia rrugore apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit, uljen e shpejtësisë dhe drejtimin e mjetit në mënyrë të përgjegjshme, me qëllim parandalimin e ngjarjeve të tilla që mund të përfundojnë në pasoja tragjike. Hetimet për këtë aksident vijojnë, ndërsa pritet një njoftim zyrtar me të dhëna të plota mbi shkaqjet dhe përgjegjësitë përkatëse.